informacionit. Kjo nuk është në përputhje me akin, legjislacionin e Bashkimit Evropian, dhe në 12 muajt e fundit Këshilli i Ministrave e ka zbatuar këtë dispozit në të paktën disa raste. Së dyti, ligji mbi prokurimin publik nuk është i rishikuar akoma në përputhje me standardet evropiane dhe legjislacionin e Bashkimit Evropian. Madje dhe po opozita propozoi një paketë për prokurimin publik që ta parafronte atë me standardet më të mira evropiane, qeveria refuzoi që ta zbatonte këtë gjë. Tenderat publik nuk kryen përmes një konkurrencë të hapur, transparente, përmes sistemit elektronik të prokurimit publik, dhe kjo lë përsëri hapësirë për një volum shumë të madh të tendera publike, të cilat kanë rritur shumë dukshëm në vitin e kaluar. Megjithatë, procesi ngelet i përjashtuar nga aplikimet të cilat duhet të bëhen përmes sistemit elektronik. Ka një numër të marrë të kancelimeve në procedurat publike, prokurimit publik, edhe këto lu vend për manovra, por gjithashtu tregon edhe mungesën e transparencës. Përsëri kemi një mungesë transparence me aplikimin e teknologjisë informative në prokurimin publik dhe ka kosto të rritura për prokurimin publik, kur vjen puna që shumica e tenderave, të paktën 85% të tyre, jepen me 99% me vlerën e dur, vlerën që duket. Në shumë raste, këto ka treguar mungesë udhëheqje, mungesë politikave, metodologjie, por gjithashtu dhe mungesën e aprovimit të një sistemi elektronik. Dhe së fundi, për qëndrimi kontraktave në disa biznese pa konkurrent të huaj dhe në fakt në shkelje të marrëveshjes. Këtu kolegët kanë shprehur shqetësimet e tyre në lidhje me disa kontrate, për shembull ajo aeroporti të Vlorës, i cila u dha pa një konkurrencë ndërkombëtare, porti i Durrësit, kjo kontratë përsëri u dha pa një konkurrencë ndërkombëtare dhe po kemi dhe shumë biznese europiane që janë lënë jashtë kësaj gare dhe Shqipëria kërkon që duhet të zbatojë në fakt marrëveshjen e asociimit stabilizimit. Këto çështje janë mjaft të rëndësishme sepse në fakt lidhen me kapitullin e 5 të grup kapitujve 1 në prokurimin publik dhe gjithashtu këto janë çështje shumë të rëndësishme për arsye se lufta kundër korrupsionit në fund të ditës do të thotë që të mbrojmë sundimin e ligjit. Ajo që ka ndodhur me fondet e IPARD-it, me fondet e bujqësisë në Shqipëri, ku një shkelje në sistem gjeti një skem korruptive ku fondet publike u abuzuan me to dhe Komisioni Evropian ishte detyruar që t'i ndalonte 160 milion euro të parave të taksapaguesve evropian, me cilat ishte abuzuar në Shqipëri. Dhe kjo në fakt ngre një shqetësim shumë të madh për mënyrën se si ky proces funksionon, por gjithashtu dhe për decentralizimin e fondeve dhe vetë menaxhimin e fondeve të BE-s në të ardhmen. Nëse ta marrim integrimin në mënyrë të serioze, atëherë duhet të kujdesemi dhe për reformat. Jo reformat në letër, po reformat për të ndryshuar realitetin. Pra duhet filluar me rikthimin e transparencës, fuqizimin e institucioneve dhe monopolin e shtetit në lidhje me këto kontrakta. Të paktën 2 ligje të veçanta u aprovua në parlament që jep një kontrata sektorëve specifik, po së fundit të japim fund këto pjesëve strategjike të cilat bëjnë të kundërt. Dua të përfundoj në fakt dhe të them që gjitha këto çështje nuk lidhen vetëm me një harmonizim specifik të ligjit shqiptar me atë të Bashkimit Evropian. Të gjitha këto çështje lidhen me mungesën e vullnetit politik. Gjatë viteve ne kemi parë dhe krijimin e komisioneve të mëdha, shumë komisioneve ambicioze që në fakt u përpoqën të fillonin me fjalën reform, por në raportin e fundit Parlamentit Evropian dhe raporti i fundit i themeloreve të grup kapitujve 1 tha që ky komisioni i veçantë për reformat nuk ka transparencë, pra i mungon transparenca në çështjet kryesore, se po përpiqen që të monopolizojmë sistemet caktuara si ai drejtësisë, dhe në fakt realiteti flet vetë dhe realiteti ka treguar një progres zero. Shqipëria ka nevojë për reforma të vërteta, luftë të vërtetë kundër korrupsionit dhe Shqipëria ka nevojë edhe për rezultate të qarta. Faleminderit shumë.
Zonja Tabak. And now we give the floor with the understanding of Mr.